të dashur qytetar, aktivist e simpatizant, urime edhe një fitore e radhës e lëvizjes Vetëvendosje. Për më pak se 7 vjet, kjo është fitoria e 5 televizjes në zgjedhjet parlamentare. Kemi fituar në vitin 2019, kemi fituar në vitin 2021, kemi fituar 2 herë në vitin 2025 dhe fituam përsëri në vitin 2026. E pra, të dashur qytetar, ky është edhe një konfirmim i radhës që së paku kjo dekad e unë besoj edhe shumë më shumë se kaq është e qeverisjes së lëvizjes Vetëvendosje. Prandaj edhe në këto zgjedhjet e 5 parlamentare për më pak se 7 vjet u dëshmua që të gjithë garojnë, shumica votojnë, e ne fitojnë. Unë ju falenderoj nga zemra dhe jam për jetë mirënjohës për gjithat angazhim, punë, përpjekje, mund që keni bërë që lëvizja Vetëvendosje të vazhdoj me qeverisjen e saj të mbar e të mirë demokratike, ku ne i bëjmë bashk sigurin e shtetit e të kufive me mirëqenjen e qytetarëve, ku ne i bëjmë bashk edhe punëtorët, edhe ndërmarrjet, edhe infrastrukturën, edhe bujqësin, i bëjmë bashk edhe kujdesim për nëna e fëmijë, edhe atë për burra e pleq, për djem e vajza pa dallim. Faleminderit shumë për gjithë këtë mbështetje e përkrahje të pakursyer e të parezervë në secilën sfidë e pengesë që kemi pasur. Pra nuk ka vështirësi që nuk e kemi të i kaluar. Edhe atëherë kur është dukur e pamundur, ne i kemi realizuar. Sepse tash ka shtet për krejt e ne jemi krejt për shtet. Numri 106 ishte fitues me 28 vjetor, numri 106 është sërish fitues. Faleminderit që ja keni qitë pikën me numrit 106. Dua t'ju falenderoj edhe për këto ditët e fundit, kur keni marrë pjesë në përtubimet tona, keni zhvilluar takime që i dim e që nuk i dim, gjithnjë në funksion të mobilizimit të qytetarëve për ta votuar atë që është zgjidhje, lëvizjen Vetëvendosje me partnerët tonë, Partin Guzo, Partin Alternativa dhe PSHDK-n, dhe në këtë mënyrë e keni mbajtur gjallë e lartë shpresën e popullit, por edhe punën tonë që i shërben popullit. E falenderim gjithashtu për ata të cilët kanë bërë mund duke udhëtuar me qindra kilometra për të ambasadat dhe konzulatat e Republikës Kosovës dhe ku kanë pritur në rol që të votojnë. Por dhe për ata që kanë bërë mijëra kilometra dhe nga vendet ku ndodhen në Mërgat kanë ardhur Republikën e Kosovës që sot
na bashkangjiten në votim në fitore e në festim. Të jeni të sigurt, të dashur qytetar, që televizja vetëvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si Republik është në duart sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë kryeministri. Kosova e ka dhe presidenten, e ka ushtrusën e detyrës presidentes Albulena Gjim. Dhe besoni dashur qytetar, që pavarësisht sa festojmë sonte, nesër në 8 mëngjes, krejt qeveria e në punë. Se cili minister e zëvendës minister, të gjitha ekipet tona, e unë si kryeministër, dhe zyra e presidentes, Albulena me krejt ekipin e saj, në 8 mëngjes jenë gjithë në punë. Ajo që ka I mungën shtetit Kosovës, nuk është as qeveria, as presidenca e presidentja. Republikës Kosovës I mungon kuvendi. Fatkeqësisht bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne djerë gjithë shkojnë punë më mëngjes në ditë. Dhe ne jemi të interesuar që edhe bloku opozitor shkojnë sa më shpejt në punë. Andaj urojmë që legislatura e 11 t'ja filloj dhe kjo varet para së gjithas nga certifikimi I rezultateve. Natyrisht që në javën vijim do të komunikojmë, do t'i takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithas e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës I shërbej me devotshmëri. Pra, llogaritni në neve, jo vetëm në punën që bëjmë, po edhe në bashkëpunimin që të bëjmë. Ndonë se nuk I di ende emrat se kush është zgjedhur deputet, I uroj që të gjithë. Në legislaturën e 11 do të ketë më shumë të deputet, natyrisht nga lëvizja vetëvendosje dhe partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, por I uroj të gjithë deputetët të cilët do të jenë pjesë përbërëse e legislaturës së 11 e me të cilët do të bashkëpunojmë për të mirën e Republikës, për interesin e qytetarëve tonë. Sonde po kremtojmë gjithë bashkë, krejt për shtet për krejt, sepse e këtil është kushtetueshmëria, por e këtil është edhe bindja jonë si subjekt politik. Ne e kemi piknisje tërsin, atë që është e përbashkët, dhe kjo është populli I Kosovës. Popullit I shërben Republika dhe pas kësaj fitore të radhës, ne sonde do të kremtojmë. Por mos harroni, 8 mëngjes në punë krejt. Të gjitha punët e mira të nisura dhe projektet në proces do t'i vazhdoj me dinamik të shtuar, do të nisim edhe shumë të tjera të reja në kuadër të zotimeve tona dhe vizionit që e kemi shpalosur para jush në fushat, në takime e tubime për 4 vjeçarin e ardhshëm. Faleminderit edhe njëherë për gjithë mbështetjen e ndihmën, gëzuar të gjithëve
fitoria e vetëvendosjes, krejt për shtet për krejt, 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 krejt për shtet për krejt.